Jemi rikthyer dhe na ka ardhur në studio Zana Rupulli, e cila është artiste, piktore, shumë e njohur së fundi në rrjet për disa portrete që ti u ke bërë vipave që janë më në zë të momentit. Si është jeta mi Zana? Bën gjithë ato punë, bën një vip, bësh viral. Pra, mëngjes mirë se erdhe. Kënaqësi. E para është kënaqësi këtu, t'jem pranë jush dhe shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit ty, kënaqësi. Me thënë të drejtën, kjo me vipat ka nisur para një viti. Vajzën e parë të Luizit, kam bërë Luizit dhe Kiarë, Luna Mari. Nisi, sa po pash foton e Luna Maris, më da një emocion dhe direkt fillova ta... Po, por duhet të jesh edhe një le themi që një menaxhere shumë e mirë dhe të diturit se çfarë bëhet virale. Për momentin nuk e mendova realisht, po sa po e hodha në rrjet ajo mori një shpeshmëri të paparë. Sepse ajo të jep impaktin e këtij e mora. Më dha të impaktin. Dhe aty nisi ajo si rrugtim. Dhe sot unë kam bërë disa figura të artit, të cilët janë Blendi Fevziu, Alketa Visiu, Arbana Osmani, Ledion Liço me Sara Hoxhën. Edhe së fundi gjesti, Benjadën, njëkohësisht. Me gjestin ka pasur një impakt shumë të veçantë, sepse mendoj që ka bërë një risi në Top Channel, do me thënë ka bërë 2 Big Brother dhe ajo është ai... Pra është figurë virale dhe është ai njëri që ka krijuar një lloj audiencë. Ka krijuar një lloj audiencë dhe më ngacmoi dhe nga... Ke parasysh edhe unë vi nga një qytet shumë i vogël, edhe sot... Si histori frymëzuese. Bravo, si histori frymëzuese dhe automatikisht e mendova që pse mos japin dhe frymëzim për të rinjtë që vinë në rrjet. Sa impakt kishte te ty si artiste gjesti, pra, edhe në aspekt pune? A tu rrit ty puna mbase pate më shumë kërkesa? Jo, për momentin jemi akoma në ato hapat e para të suksesit, por mendoj që do jemi të mirë pritur për çdo gjë. A të vinë pra kërkesa gjatë kësaj kohe që njerëz që të shkruajnë nga kjo pikturë? Po, realisht ka marrë vërtet shikueshmëri të që nuk e merr. Po, se vipat kanë impakt tjetër. Unë po shoh nga fotot që për shembull Alketën dhe Blendin ti ke takuar nga afër dhe ja u ke dhënë. Edhe Kiarën, okay? Kiara në fakt sapo e pa Lunën, direkt më ka shkruar vetë dhe kam ndier vërtet një vlerësim shumë të madh. Të ka shkruar për të falenderuar apo të ka thënë dua të më japësh pikturën? Patjetër, më tha. Edhe kur e kam takuar vërtet ishte vërtet shumë vlerësuese për atë që unë kisha bërë. Fantastike, i pëlqeu pra. Unë ndjeva vërtet shumë mirë për atë mënyrën se si më trajtoj. A të pagoj? Absolutisht, nuk. Këto janë dhurata, nuk. Bëj shaka. Se është një përzgjedhje jotja pra. Është dëshira ime për t'ju dhuar diçka, nga artim. Kjo është ajo që unë dua të shpreh. Me Alketën dhe Blendin ka ndodhur njëjta gjë apo ke shkruar ti? Sigurisht edhe Alketa reagoi më një herë dhe jam shumë bukur Alketën, shumë realizuar. Edhe kam ngulur për ta takuar sepse gjatë gjithë kohës ishte shumë e zënë dhe automatikisht edhe unë e mirë kuptoj. Ndërkohë pas portretin e Arbana Osmanit. Edhe Blendi njëkohësisht jam takuar. Por Arbana Osmanin e kishte bërë këtë pjesën e portretit dhëmbët që ajo në fakt në një farë mënyrë është kritikuar, e ka thënë është shumë në pa dhe ti e kishe bërë identik aq shumë të lezetshëm siç ajo i ka. Ja, është kjo. Do të thënë foto identike më duket kjo. Tash unë bëj gati 10 vite që merrem vetëm me portret. Vetëm me portret. Sa të tilla mund të kesh bërë? Sa numëron? Mund të jem bërë mbi 300. 300. Sepse klientët janë të ndryshëm, më shumë për fëmijë. Bën dhurata, diçka që të bëjnë diçka të veçantë, sot është shumë e vështirë për ta gjetur. Praktikon këtë metodën me ngjyra apo edhe bardhëzi? Këto janë portrete me teknikën e lapsave profesional edhe me pastel. Po, okay. Ideja është që këtu kanë atë ndjeshmërinë sikur është natyrale. Pikërisht. Edhe çdo gjë bëhet edhe me dorë, me shkrirje. Njëkohësisht edhe ato ndryshime, me shkrirje në ngjyrave, sepse të jep atë ndjesinë e natyrës. Po, duket shumë natyrshëm se lëkurë. Shumë reale, kupton? Dhe kjo më bën mua që ta kërkoj më shumë për ta përvetësuar si rrym, teknik. Cili nga këto portrete ka qenë më i vështirë për të realizuar? Ndoshta fotoja që ke zgjedhur?
e vështirë ka qenë e Blendi, sepse ka pasur atë karakterin Duket më e lehtë se shumica fush. Jo, nuk është e lehtë, po për të kapur karakterin një personazhi është shumë e rëndësishme pozicioni se si ai qëndron, sepse ti duhet t'i kapësh edhe ndjeshmërinë që ai ka në ato momente, edhe është figurë publike. Dhe çfarë të tha ai kur e takova? Detajet e vogla. Takimi i Blendit ishte vërtet interesant, sepse në momentin që e ka pa... Se e ka bërë videon duke e hapur ndërkohë. Që ka shumë e bukur nga afër. Nuk e priste që do ishte kaq e bukur, sa do video dhe foto nuk ta japin impaktin e asaj që të shikon nga afër. Dhe duke sikur me të tjerët mund të luash me flokët, për shembull, te Blendi. Prandaj them ka qenë një ka nivel vështirësie. Unë i thash duket më e lehtë se ka Jo, po do të luajmë ndriçime, do të luajmë ngjyra me kontraste. Janë, dëgjoj, momenti që ne bëj unë realizoj një portret e shumë e rëndësishme që ti të kapësh personazhin, ose ato detajet e vogla që bëjnë diferencën, e kupton? Dhe ti fut edhe veten aty, duke kërkuar, eksploruar, se çfarë detajet maksimum, e kupton? Dhe momenti që unë realizoj një portret dhe kur e shikoj live, kur shikon ngjashmërinë aq të madhe, thua, okej, jam okej dhe kam realizuar. Ishte siç e prisje, pra në kuadër bisede, në kuadër ngrohtësie që mund të të ofronte mbase? Po, është e vërtet, edhe kjo jep atë ndjesinë që në momentin që e shikojnë kur e marrin portretin e tyre, thonë ka pas raste që thonë, e ke bërë shumë më bukur se që janë. Do një prej këtyre mbase të kërkoj një portret tjetër, të kërkoj që të bëje diçka tjetër? Jo. Për shembull, Alketa është shumë perfeksioniste, e ka thënë edhe duket në fakt. Çfarë të tha ajo për portretin? I pëlqeu shumë, realisht, edhe atë tha, impakti që më dha, më emocionoi, dhe kjo është, kur ti emocionon, po, patjetër. Personazhin është shumë e rëndësishme. Po. Duket sikur është gjetje kjo që të merresh me VIP-at, se të jep edhe më shumë vizibilitet, të shton punën. Unë kam mbaruar Akademinë e Arteve, kam bërë liceun artistik, akademinë, master, kam punuar me stilistë të njohur, me studio grafike, nga galeri kombëtare. Dhe arrita një pikë, në momenti që bësh nën, ke disa përkupive më të rëndësishme familjare. U përkushtove familjes. U përkushtove dhe fëmijëve, dhe u detyrova që të kisha diçka timen. Mos isha e varur nga dikush tjetër. Dhe kjo më jep atë hapësirën që të eksploroj njëkohësisht edhe më shumë mbi artin. Mund të realizosh çfarë don ti në galerinë tënde ose në studion tënde. Unë tani kam mbi 5 vite që kam studion time. Dhe aty ka aktivitetet të ndryshme, si bëj dhe kurse për fëmijë, është një pasion im i hershëm, sepse që e vogël, unë një detaj do të vogël do t'ju ndaj, kur isha e vogël, prindit e mi asnjëherë s'kan dashur të jem artiste. Si shumica e prindërve shqiptarë. Pikuron për momentin, ose si gjithë familje. Është një gjë kalimtare. Arti nuk të sjell lekë, kështu gjëra. Vërtet është shumë e vështirë. Flasim realitetin, është shumë e vështirë që në Shqipëri ti jesh një artiste. Por një detaj të vogël e mbaj mend që prindit më të shuan në kursin e anglishtes, edhe kisha marrë vesh që profesori bënte kurse pikture. Në orarin që kisha kursin e anglishtes, ikja në kursin e pikture. A ju thënë prindërve? E kanë thënë tani bravo, po atëherë jo. Po kjo është pasioni, pra dhe fushia. Kur ike në shtëpi më na flit pak anglisht, Zana. E gëzuar. Po, mund ta bëj një pikturë. Po ndërkohë thuhet që është si ajo shprehje që këpucari vetëm këpucë e vetas ka rregulluar, po të gjithë botës po. Ti ke bërë piktura për shtëpinë tënde, për fëmijët e tu? Patjetër. Unë në momentin që bëra djalin, tani është 8 vjeç, ai mund të ketë mbi 10 portrete. Kurse vajza ka pak më pak, se është 2 vjeç e gjys, mund të jetë 2 ose 3 portrete. Po, dhe çu është shtëpia jote? Gjitha me portrete? Po burrit? Edhe bashortit, edhe vetës, edhe qift. Okej, super. Unë jam nga i personi që vërtet mund të jetë ajo shprehja, po jo, unë shikoj herë ato të mia. Super, është shumë bukur kjo. Pastaj, sepse i jap shumë rëndësi detajit. Dhe ti nuk je specializuar vetëm tek portretet, se unë të shoh edhe këto pikturat në për lura, që janë bërë shumë virale dhe kërkojnë shumë mesazhe, sidomos te beba që i personalizojnë ato atletet me emrat e tyre.
këto kohë të fundit është futur si rrymë shumë e veçantë, sepse njerëzit tash po kërkojnë uniken. Nuk duan më një gjë që e kanë parë, ta marrin, ta riveshin, dhe në tekstil ti ke mënyra të ndryshme për të eksploruar. Unë kohë të fundit kam bërë dhe fustane, xhaketa, funde, varet nga kërkesa e klientëve. Nisi si eksperiment, por realisht dha vërtet impakt dhe arritën të bënim gjëra shumë bukura. Dhe atletet kanë atë ndjesinë e fëmijëve, të personazheve që zgjidhen ose pëlqejnë fëmijët. Mendoj që sot është shumë e lehtë të mendosh që arti është shumë afër nesh, edhe unë të doja të arrija, sepse kudo mund të bëjmë art. Unë bëj dhe piktura murale të mëdha. Siç janë tek plazhi Gjeneral kanë bërë 3 piktura. Beach Bar është një pjesë që kanë bërë pjesën e banakut, të gjitha si det, dhe pjesa e peisazhit, kanë bërë dhe një pjesë tjetër të gjithë plazhit sikur është aty. Ideja është që e kam hapur vetë këtë pjesën e me gjithanshme. Për një artist në fakt që edhe kam mbaruar shkollën edhe normalisht është kornizuar për të bërë diçka, as të vjen ndonjëherë keq për faktin që ke bërë një shkollë tek e cila supozohet duhet merresh vetëm me artin tënd të veçuar në bazë të shkollës që ke bërë. Edhe tani më detyrohesh që të përshtatesh për shumë gjëra. Vendi ku ne jetojmë është pak i vështirë që ti të gjesh atë që do vërtet ti si artiste. Unë kam marrë mbi 5-6 ekspozita personale në Kosovë, Shqipëri, po nuk e gjeja vetën në treg, e kupton? Absolut. Unë kam rryma të preferuara, për shembull Gustav Klimt, më pëlqej shumë si artist, dhe ka momente që ti ngelesh tek ajo pjesa e ëndrave të tua. Po do i përshtatesh. Të vjen keq ndonjëherë që ti duhet merresh tashmë me tekstilin, me pavarësisht se është një lloj arti dhe ajo. Sot është rëndësishme klienti, sot është rëndësishme klienti, nuk është rëndësishme më pasioni, deri diku se unë kam arrit pasionin. E kam arritur atë... Do i përshtatë kërkesës së njerëzve, pra. Bravo. Dhe automatikisht ti do i përshtatesh. Edhe vendit ku jeton, edhe klientëve. Kjo edhe për të ardhurat materiale, patjetër, vlerësimit që të bëhet. Çfarë në bazë të kërkesave është edhe pagesa. Bëhet edhe pagesa, po. Varet nga vështirësia që ka puna. Ka punë që janë shumë të thjeshta, si një peizazh që janë shumë të thjeshta për të realizuar një natyrë e qetë, ose... Po ka dhe portrete që janë vërtet shumë të vështira për të realizuar. Dikush që kërkon për shembull edhe portret në atlete, po është e pamundur. Ka pas raste, kanë kërkesa të çuditshme. Po pra, çfarë është kërkesa më e çuditshme që mund të kesh pasur për shembull? Jo vetëm për pëlhur, por... Një fustan të bëhesh një çift, domethënë, një portret burri dhe gruaja. Pse ka vështirësi? Nëse është tekstil? Po, patjetër, sepse dëgjoj, në tekstil ti nuk mund të korrigjosh veten. Se po u bë nuk ndryshon do të asgjë. Kurse në pëlhur ose në telajo ti e ndryshon sa herë të duash. E kupton? Edhe tek atletet s'mund bësh dot një portret. Edhe këto janë ca gjëra që i thua jo, është e pamundur. Po pse duhet një portret në fakt të atletet? Po ka shumë persona që duan gjë që se kanë. Po, në fustan për shumë e çuditshme është si gjë. Deri diku e kam arritur në fustan një pjesë jo shumë detaje të fytyrës, po flokët edhe këto. Por realisht janë të vështira kërkesat e klientëve. Patjetër, po fundja fare ti prandaj e dedikuar përkushtuar për t'i dëgjuar kërkesat e tyre dhe për t'i përshtatur më pas. Për t'i dhënë edhe sugjerimet, ndoshta që kjo nuk bëhet, por mund të realizojmë diçka alternuar. Ka klientë që duan për shembull një portret shumë të madh. Unë them është e pamundur të bëhet sepse syri ty nuk ta percepton të rri aq bukur në ambientin e shtëpisë një portret gjigant. Kupton, çdo gjë lidhet me proporcionin e ambientit që ke, edhe kur bën një pikturë. Ti ke një shtëpi të vogël, s'mund bësh një pikturë gjigante, kupton? Pra ti bën edhe këtë këshillimin. Po, këshillimin, sepse edhe me arredimet pjesa është shumë e rëndësishme. Si është stili, pra. Si është stili, po. Po nga vipat, që ndoshta ndonjë që ti e sheh që është i suksesshëm momentalisht dhe do doje ta bëje? Tash janë planet të fsheta. Janë planet të fsheta, vetëm kur ta shohim bam në TikTok. Tjetër, për shembull gjesti po u bë, që është një nga personazhet më në zët momenti. Tjetër kë kemi, më ndihmoni pak, që ta gjejmë. Nuk e gjeni dot. Tjetër për momentin, zgjejmë dot se kë ke në mendje.
kam zgjedhur këtë stil sepse në momentin që njerëzit e njohin personazhin, edhe ti pastaj lidhesh aq shumë me personazhin sa të gjithë kur bëjnë komentin ose shikojnë ti e merr atë impaktin që ndjehesh shumë e vlerësuar, se kur bën fëmijë të tjerëve ose ata nuk e dinë se kush është ai fëmia, kupton, dhe prap ka të dyshimet e ti, ka pas raste më kanë thënë jo ti printon, nuk është e mundur. Edhe kam arritur tani që çdo gjë e filmoj, nga fillimi në fund, e kupton sepse për besueshmëri. Të duhet të t'ja tregosh realisht si ndodh procesi i punës. Edhe kur bëj punë të mëdha dhe të vogla. Edhe tani ka arritur ajo. Po tek se e pam dhe foton e atë portretin Ledionit edhe të Sarës, ke pasur kontakt në base me ta? Akoma nuk kam, ndoshta nga që janë shumë të zënë me Big Brotherin. Do mbaroj. Për momentin jemi... Do t'i bësh një rifreskim, nështë, për një takt të radhës. Okej, ti pash sa më shumë suksese, dhe ishte shumë kënaqësi që të kishim në studio, për të gjitha këto që na tregove. Vërtet shumë privilegj. Faleminderit shumë, kënaqësi. Shumë të mirë. Faleminderit shumë, ikim në reklama, kthehemi pas pak. Ikim.